vazhdim të miratimit të ndryshimeve ligjore në mars, ku programi pas shkolle, pra praktikisht artezeje, ekipet sportive, olimpiadat, festivalet, janë tashmë pjesë e programit edukativ edhe me ligj. Sot miratuam një vendim të Këshillit Ministrave që e mbështet dhe mbështet dhe një dëshirë shumë të madhe të prindërve që koha që fëmijët kalojnë në shkollë të jetë përtej orarit të detyrueshëm dhe të zihet edhe me shumë aktivitete tjera të cilët nuk janë më pak të rëndësishme përkundrazi të kombinuara me programin e detyrueshëm, por edhe nëpërmjet zbavitjes janë programe që edukojnë, por edhe i edukojnë talentet, i kënaqin gjithë shijet estetike, siç është artizanati, puna me dorë, ne dikur i kemi pas thënë puna me dru dhe puna me metal, dhe këtu i drejtohen prindërve të një brezi të cilët e kemi vlerësuar gjithë aspektin e punës së fëmijëve me natyrën, me mjedisin, me tokën, aktivitetet sportive. Por ndërkohë kjo punë ose kjo pjesë e programit duhet edhe të mbështetet financiarisht. Kjo është arsyeja sepse sot Këshilli i Ministrave vendosi që të dyfishoj honorarin me cilin shpërblehet këto orë jashtë mësimit të detyruar në shifrën 10.000 lekë të vjetra për orë, për 60 minuta, ishte e parashikuar 5 dhe kemi mbritur në 10, dhe jo vetëm kaq, por e hapim listën e bashkëpunëtorëve, jo vetëm me mësuesët që janë brenda sistemit shkollor, të cilët mbasi kanë kryer orët e detyrueshme, ndoshta nuk kanë dhe energjinë e duhur për të vazhduar dhe 2-3 orë të tjera, por e hapim këtë listë tashmë me këtë vendim për mësues që janë pension, por janë aktiv dhe kanë dëshirë të jenë pjesë e këtij programi, për specialistë të ndryshëm